Pse ditëlindjet festohen ose injorohen? Arsyet psikologjike dhe kulturore. Përshëndetje miq të mi të dashur. Sot dua të flasim për diçka që na prek të gjithëve, por që shpesh e kalojmë pa e vënë re, ditëlindjet. Pse disa prej nesh i festojnë me entuziazëm të madh, duke organizuar festa të mëdha, duke ndarë dhurata dhe duke u mbushur me gëzim, ndërsa të tjerët i injorojnë plotësisht duke i parë si një ditë të zakonshme, pa asnjë rëndësi të veçantë? Kjo nuk është thjesht një çështje personale, ka pas një arsye të thella psikologjike dhe kulturore që shpjegojnë këtë fenomen. Në këtë video do të zhvillojmë bashkë disa nga këto arsye, duke filluar nga zhgënjimi i mësuar, duke kaluar te varfëria e kohës, faktorët kulturor, zgjedhja personale sipas teorisë së vetë përcaktimit dhe deri te mbështetja nga neuroshkenca. Do të shohim se si këto elemente ndërveprojnë për të formsuar marrëdhënien tonë me ditën e lindjes sonë. Në fund do të kuptoni se çështja e vërtetë nuk është nëse e festoni apo e injoroni ditëlindjen, por si krijoni kuptimin në jetën tuaj. Le të fillojmë. Pika 1. Zhgënjimi i mësuar. Le të fillojmë me pikën e parë, zhgënjimi i mësuar. Imagjinoni një fëmijë të vogël, plot pritshmëri për ditëlindjen e tij të parë të madhe. Ai ka ndëruar për një festë me balona, tortë dhe miq që këndojnë gëzuar ditëlindjen. Por në vend të kësaj, prindërit e tij janë të zënë me punë, festimi kalon pa u vënë re, ose ndodh diçka e pakëndshme që e lë atë me një ndjesë boshllëku. Kjo nuk është thjesht një kujtesë e keqe, është një farfar e fshehur që mund të rritet me vite. Psikologu i famshëm Martin Seligman, babai i psikologjisë pozitive, e ka quajtur këtë pafuqia e mësuar ose zhgënjimi i mësuar. Si funksionon kjo? Truri ynë, veçanërisht pjesa e quajtur amigdal, mëson nga përvojat e hershme të lidh përpjekjen për gëzim me rezultatin e hidhur të zhgënjimit. Me kalimin e kohës, individi fillon të ulë pritshmëritë, duke menduar, pse të përpiqem? Gjithsesi nuk do të dalë siç dua. Kjo nuk ndodh vetëm në fëmijëri. Mendoni për të rriturit, një ditëlindje e harruar nga partneri ose një festë ku miqtë nuk vinë, mund të forcojë këtë cikël. Studimet e Seligmanit në vitet 1970 tregojnë se kafshët eksperimentale, pas dështimesh të përsëritura, braktisnin përpjekjet për shpëtim, edhe kur mundësia ishte e hapur. Tek njerëzit, kjo manifestohet si një lloj mbrojtjeje emocionale, më mirë ta injoroj ditëlindjen sesa të rrezikoj zhgënjimin përsëri. Rezultati? Ditëlindja bëhet një datë neutrale, një kujtesë boshllëku që truri e shmang instinktivisht. Por, lajmi i mirë, ky zhgënjim mund të thyhet me terapi kognitive, duke rifilluar lidhjet pozitive gradualisht. Pra, nëse ju ndodh të ndiheni kështu, mos e fajsoni veten, është një mekanizëm mbrojtës i trurit tuaj. Pika 2. Varfëria e kohës. Tani, le të kalojmë te pika e dytë, varfëria e kohës. Në botën e sotme, koha është resursi më i çmuar, por edhe më i rrallë. Imagjinoni një ditë tipike, zgjoheni herët për punë, menaxhoni takime, përgjigjeni emaileve, merreni me fëmijët, paguani faturat dhe në mes të gjithë kësaj, një lumë njoftimesh nga telefoni juaj që nuk pushon kurrë. Ku gjejmë hapësirë për një festë ditëlindjeje? Shumë njerëz ndihen si në një vrapim të pafund, ku prioritetet e përditshme zëvendësojnë momentet speciale. Një studim i vitit 2016 nga Universiteti i Harvardit, i publikuar në revistën Journal of Personality and Social Psychology, zbuloi se individët nën presion të vazhdueshëm kronik humbasin aftësinë për të shijuar ngjarjet festive. Arsyeja? Stresi i lartë aktivizon modën e mbijetesës në tru, ku kortizoli, hormoni i stresit, bllokon endorfinat e gëzimit. Kjo varfëri kohe nuk është abstrakte, është reale. Për shembull, një nënë e vetme që punon 2 turne, si mund ta organizojë një festë të madhe kur nuk ka as energji për të fjetur? Ose një profesionist i zënë që sheh ditëlindjen si një detyrë tjetër në listën e gjërave për të bërë. Në vend të festës, zgjedh jetën e përditshme si një formë qetësie. Kjo nuk është lënje pas dore, është një strategji adaptive për të mbijetuar në një botë që kërkon gjithçka dhe jep pak. Por, çfarë mund të bëjmë? Studimi sugjeron praktika të vogla si meditim 5 minutësh ose planifikim i hershëm për të rikthyer balancën. Kështu, ditëlindja nuk bëhet pengesë, por një pauzë e nevojshme në kaosin e jetës. Pika 3. Faktorët kulturor. Së treti, le të zhvillojmë faktorët kulturor, sepse këto nuk janë universale, ato varen nga shoqëria ku rritemi. Në vendet perëndimore, si Amerika ose Evropa perëndimore, që janë shoqëri individualiste, ditëlindjet marrin një peshë të madhe. Ato shihen si festime të arritjeve personale, unë kam mbijetuar një vit tjetër, jam më i mençur, më i suksesshëm. Këtu, festat janë norma, dhurata, parti, postime në rrjete sociale. Por, në kulturat kolektiviste, si ato aziatike ose afrikane, fokusi është te grupi. Në Kinë, për shembull, ditëlindjet e të moshuarve festohen më shumë se ato të rinjve, sepse theksi është te kontributi për familjen, jo te individi. Ose në Indi, ceremonit fetare si Diwali ose festat familjare erësojnë ditëlindjen personale, duke e bërë atë një datë të thjeshtë.
Psikologu Gerd Hofstede në modelin e tij të dimensionëve kulturor shpjegon se në shoqëritë kolektiviste identiteti buron nga lidhjet sociale, jo nga data personale. Kështu, dikush i rritur në një kulturë të tillë mund ta shohë ditëlindjen si egoiste ose të panevojshme, duke preferuar festimet komunitare. Kjo shpjegon pse emigrantët ndonjëherë ndryshojnë sjelljen. Një person nga Ballkani, ku familja është e fortë, mund të injorojë ditëlindjen individuale për të favorizuar festat familjare. Është një pasqyrë e vlerave tona të trashëguara, individualizmi kundrejt kolektivizmit dhe na kujton se si kultura formson emocionet tona pa e kuptuar. Pika 4. Zgjedhja personale dhe teoria e vetë përcaktimit. Tani, arsyeja më e thellë, zgjedhja personale e lidhur me teorinë e vetë përcaktimit të psikologëve Edward Deci dhe Richard Ryan. Kjo teori e zhvilluar në vitet 1980 dhe testuar në mijëra studime, thotë se mirëqenia jon vjen nga 3 nevoja bazë: autonomia, kompetenca dhe lidhja sociale. Por, kur flasim për ditëlindje, fokusi është te autonomia, aftësia për të vendosur vetë çfarë do të thotë gëzimi për ne. Deci dhe Ryan argumentojnë se miratimi i jashtëm, si dhuratat apo festat, jep kënaqësi të përkohshme, por lumturia e vërtet buron nga brenda. Për dikë që ka arritur pjekuri emocionale, ditëlindja bëhet thjesht një datë kalendarike, sepse vlera e tyre nuk varet nga duartrokitjet e të tjerëve. Ata kanë mësuar të gjejnë kuptim në momentet e vogla, një shëtitje në park, një libër i mirë ose një bisedë e thellë me veten. Kjo nuk është indiferencë, është një lloj lirie. Studimet e tyre tregojnë se njerëzit me autonomi të lartë raportojnë nivele më të ulta të ankthit në ngjarje sociale si ditëlindje. Pra, nëse ju injoron ditëlindjen, mos e shihni si mungesë, shiheni si një shenjë se keni ndërtuar një bazë të fortë brendore. Pika 5. Neuroshkenca. Dhe tani, miq, le të zhvillojmë pikën e 5, atë që e lidh gjithçka me neuroshkencën, shkencën e trurit, sepse nuk është thjesht teori, ka prova konkrete se si funksionon kjo në nivelin biologjik. Imagjinoni trurin tuaj si një qytet të gjallë, me rrugë neuronale që ndizet kur përjetojmë emocione të forta. Për shumë njerëz, ditëlindja është një ngjarje e madhe që aktivizon zona të caktuara, korteksin prefrontal, i cili trajton pritshmëritë sociale dhe reflektimin mbi arritjet, ose amigdalën, që menaxhon frikën dhe zhgënjimin nëse festimi nuk del siç duhej. Studimet tregojnë se gjatë milestoneve personale si ditëlindjet, truri hyn në një gjendje të kontabilitetit mendor, ku ne vlerësojmë jetën tonë duke menduar për sukseset, dështimet dhe rritjen e ardhshme. Kjo mund të jetë pozitive, motivon ndryshime, por edhe stresuese, duke shkaktuar luhatje emocionale të mëdha, si një rritje e kortizolit që na lë të lodhur emocionalisht. Por, për ata që injorojnë ose e shohin ditëlindjen si një ditë të thjeshtë, diçka magjike ndodh, truri i tyre nuk reagon në të njëjtën mënyrë. Neuroshkenca e mbështet këtë duke treguar se individët që mbështeten më pak të shenjat e jashtme të kohës dhe identitetit, si festat e detyrueshme apo miratimi social, përjetojnë më pak ndryshime emocionale të mëdha në lidhje me ngjarje si këto. Në vend të një studie neuronale, truri i tyre mbetet më i qetë, me aktivizim më të ulët në rrjetet e emocioneve sociale. Kjo lidhet ngushtë me motivimin intrinsik kundrejt atij ekstrinsik. Motivimi ekstrinsik, i nxitur nga dhuratat apo duartrokitjet, aktivizon qendrat e shpërblimit të menjëhershëm në tru, duke dhënë një hit të shpejtë dopamine, por të brish, që zhduket shpejt dhe lë pas një boshllëk. Nga ana tjetër, motivimi intrinsik, ai që vjen nga brenda, nga kuptimi personal, angazhon rrjete më të gjera që lidhen me reflektimin e thellë dhe kënaqësinë e qëndrueshme, duke minimizuar luhatjet emocionale. Kjo na çon te koncepti kyç, përballja e fokusuar te kuptimi ose meaning focused to coping, një mekanizëm neuropsikologjik që zhvendos vëmendjen nga njohja e jashtme te rritja e brendshme. Sipas kërkimeve, ky lloj copingu përfshin strategji kognitive dhe emocionale që ndihmojnë në gjetjen e kuptimit në situata stresuese, duke ruajtur pozitivitetin dhe duke ulur nivelet e depresionit. Për shembull, në vend të mendosh pse nuk më festuan, dikush me këtë përballje mendon çfarë kam mësuar këtë vit, si mund ta përdor për të rënë më mirë. Neuroshkenca e mat këtë me skanera, duke parë se si aktivizohet më pak amigdala, zona e frikës, dhe më shumë korteksi cingulat posterior, që trajton kuptimin dhe integrimin emocional. Një studim i fundit zbuloi se njerëzit që kërkojnë kuptim në vështirësi na mbron nga ndikimi i keq i stresit emocional më të fortë, duke e bërë jetën më të qëndrueshme kundrejt ngjarjeve si ditëlindje. Jetë që për të tjerët mund të jenë si një mal i madh. Në praktik, kjo do të thotë se nëse je nga ata që e injoron ditëlindjen, mos e shih si mungesë interesi, është një shenjë se truri yt ka mësuar të fokusohet te lumturia e brendshme, duke të mbrojtur nga luhatjet e mëdha. Është si të kesh një sistem imun emocional më të avancuar. Dhe lajmi i mirë, mund ta stërvitësh, fillo meditar reflektimi ose meditim mindfulness që ndryshojnë rrjetet neuronale gradualisht. Kështu, pavarësisht datës, truri yt do të jetë më i qetë dhe më i fortë. Përfundim. Në thelb, miq, mënyra se si e përjetoni ditëlindjen nuk është rastësore,
Ajo pasqyron marrëdhënien tuaj me veten dhe botën. Çështja nuk është nëse e festoni apo e injoroni, por nëse keni mësuar ta krijoni kuptimin vetë apo mbështeteni të tjerët. Faleminderit që ndoqët. Nëse keni histori personale, shkruajini në komente. Abonohuni për më shumë video si kjo dhe shihemi në takimin e ardhshëm. Gëzuar jetën, pavarësisht datës.